Tani kalojmë të ngjarja e fundit të Meksit, që është një ngjarje shumë e rëndësishme, mendoj unë, dhe na befasoi shumë, sidomos 2 javë e para. Protesta. Protesta e flamingove ka hyrë në ditën e 54. Sot më duket 54, isha 55. 55. Shumë i qartë. Ç'mendon tani për këtë protestën ti dhe a ka realizuar ndonjë gjë ajo apo? Pas hetimeve të SPAK për Akshin, është gjëja e dytë më e mirë që ka ndodhur në Shqipëri në këto 2 vite. Do thoja. Është ngjarja pothuajse më e shëndetshme që kemi patur, pavarësisht se shumë e paqartë në lexime nga pothuajse gjithë aktorët. Unë pata do thoya edhe pak shansin ta lexoja herët si një shprehje e acarimit qytetar për arogancën e aktorëve që kanë pushtet në Shqipëri, dhe këtu jam referuar administratës, poshtë rangu ministrave. Janë këta tipat që nuk të pjerdhin ylli asnjëherë në asnjë zyrë. Kanë në graduatorin e arogancës kapin qiellin çdo herë. Sillen si zot në zyrën e tyre, nuk duan të dinë çfarë i thuat i nene, ligje rregullore, po zero fare. Dhe gjithmonë këtë gjën e bëjnë emët Perëndis, e kanë ndarë mendjen fola me Diramën thënë, që mashtrojnë. Ne njohim disa të tillë bashkë. Ne njohim disa të tillë bashkë, unë njoh edhe njërin që ka 13 vite që e bën këtë gjën, po ka plot. Dakord? Dhe në këtë sens, i thash atij të më tha ai, më dërgoi ai. Secili nga shqiptarët që ka dalë në protestë, nuk është se ka pasur këto eksperiencat e tua dhe të mia, absolutisht që jo, por ka një eksperiencë të tillë në shkallën e vetë më të vogël në jetën e përditshme, ku sistematikisht ai përdhunohet. Dhe protesta, ai sheshja aty ishte vendi ku ata shfryn dufin ndaj kësaj ndjenje. Unë kështu e kam lexuar për time. Dhe mendoj që pas ditës sot me 55, pak a shumë sa i bie që jemi, duke qenë që protesta nuk arriti dot të strukturohej dhe shumë mirë që ndodhi kjo gjë, në asnjë lloj grupimi politik të qartë dhe me asnjë lloj agjende të qartë, përveç se ca ditëve ku u duk sikur dikush e uzurpoi në të sens, por ai moment kaloi, kjo e bën shumë më të shëndosh. Dhe ndoshta dhe mekanizmi, pra që sa partia opozitare kryesore është e paaftë, të krijoj presionin e dur në një format check and balance ndaj qeverisë. Aktualisht sot presionin ndaj pushtetit ekzekutiv e ka SPAK, media dhe protesta. Ai protestës mendoj unë që është më stresuesi sepse është totalisht jashtë kontrollit. Pra ti mendon që kjo protestë ka rregulluar? Jo ka rregulluar, ka stresuar që ministrin mjafton të shihet mënyra se si ai vet e ka shfaqur në daljet e tija gati përditshme në Facebookun e tij këtë sjellje, pra i vet po ta ndjekësh me kujdes, ka ndryshuar një 15 herë version. Pse? Sepse ai vet pak a pak ka kuptuar që prit se kjo protesta nuk është me hile, nuk është në të keqen time personale, pse mos ta përdor për të bërë ca pastrime serioze në Partinë Socialiste, dhe në administratë kryesisht, nga një tuf hala e gjëmba që kam. Do ishte një këmbështim pragmatik, meskin në dëmin e asaj çka don protesta aty në bazë, do na mërziten ata protestuesit për fshirë vllajin tim në krye, por në këmbështimin e ditët fundit zotit Rama, unë do thoya që dhe ca gjë po shkojmë. Dhe vetë gjithmonë ky. Vllai. Po, është pasionant. Po të, se di. Ai ka gjithkohën. Se s'ka shkuar akoma 40, ti e the ku 40 e sipër. Po 40 e sipër fillojnë e thanë thotë. Unë jam i dëmtuar. A mendon se protesta e rrezikon seriozisht pushtetin e Ramës ajo? Atë të tim personal mendoj akoma jo. Akoma jo. Sepse do i duhet diçka plus të ndodhte që marrë atë lloj përmase. Por do idha idenë që zoti Rama ditët e para ashtu e lexoi. Ju duk sikur që diçka e tillë. Më vonë e kuptoj që nuk ishte ai rrezik. Protesta në shtator, nëse do vazhdoj deri atëherë, nëse filloi të rallojë, e kupton se Jo, them ditët e para pa po flas deri 7-8 qershorin. Po. Duke qenë që u lidh me ngjarjen e Zvërnecit, duke qenë që ato ditë plasën dhe doset e SPAK-ut për tokat, mund të ketë filluar të shohë konspiracione në horizont. Në këtë moment është e qartë që nuk ishte të tilla, ishte thjesht koincidenca ngjarjesh. Në shtator, nëse protesta do zgjasë dhe do vazhdoj një sezon i ri, mund rrugës të marrë dimensione të tjera përfshirë ngjarje të tjera që mund ndodhin. Kujto shtatorin 2025-s, nuk do kishim parashikuar në asnjë skenar atë dimër që u vijua me ngjarjet e SPAK-ut dhe si vijoi 2026. Që mos bëjmë kot parashikime, as do thoya as me javë, jo me muaj, jo. Sepse edhe kjo që ndodhi protesta ishte krejt e parashikueshme. Pa menduar, e kupton? Në konkluzion,
Zoti Meksi, tani jemi sa minuta kaluam, ne 50 minuta kemi kaluar. Na japin korregjia mendoj. Jo, pa, Sa të kesh. jo, regjia, që e urdhron ti aty të... Jo, nuk urdhroj, jo. Ja, shikojnë këta si po qesh ai aty, se thotë, e shpronari, se nuk e që i bena, zotëri. Ta mbajmë dhe në 12. Mund të rini dhe gjatë, e kupton? Po, se tani do të përgjithsisht tani ti thua punë të këtij vendi si... Unë i shoh pozitive, jam të ata pak personat që e shoh Shqipërinë pozitive. Është një Shqipëri dinamike, Shqipëri që punon, do ta lidhe me një shprehje të Sarkozys, la France qui se réveille tôt, e thot në fushat për zgjedhjet e 2007-s, Sarkozia del në një pazar të peshkut, Rungis quhet, në jug të Parisit. Shkon aty në 6 mëngjesit, futet me shitëzët të peshkut me erat qelbët, edhe i flet Francës që zgjohet herët. Në fakt, unë po shkak... Çfarë i tha me këtë frazën? Kjo është Franca që zgjohet herët, thot. Pra, Kjo është Franca që zgjohet herët. Franca punëtore. Franca punëtore. Në fakt, unë flej vonë, për të arsye shpesh në mëngjes, shoh Tiranën që zgjohet herët. Është një Tiranë dinamike, shoh dhe natën. Flej vonë dhe ngrihesh prapë shpejt. Jo, jam herët, nuk kam ngrisur akoma, e kam fjalën, në sekondë. Domethënë se ne nuk e shikojmë Shqipërinë që zgjohet herët, pse ka thua ti? Po, është shumë dinamike. Është shumë dinamike. Më duket kam iden Meksi që zgjohen të gjithë vonë. Jo, për të shakas. Është një Shqipëri shumë dinamike. Është dinamike. Është në ndryshim konstant. Ne tentojmë të projektojmë dështimet e jona personale si faje të shoqërisë. Në fakt, shoqëria po punon dhe kaq. Është një Shqipëri që është shumë ndryshe nga ajo 2013-s, është shumë ndryshe nga ajo 2017-s dhe 2021-shit. Kjo nuk ka të bëjë as me merita, as me kritika ndaj qeverisjes, kjo është thjesht një realitet që unë shoh të një Shqipërie që ka goxha dinamicitet. Ka shumë korrigjime për t'i bërë. Po të shohësh krahasimin Amerikë-Europë, një ndër akuzat që i bëhet Europës është mos aftësia e saj për të reformuar tregun e investimeve, pra tregun e kapitalit, pra mungesa e kapacitetit të Europës për të përdorur paran që është në treg më mirë. Po ky është një defekt që ka ardhur gradualisht dhe në fakt ka marrë shumë gradualitet, le të themi, në rastin e Amerikës dhe Europës, një 200 vite, jo pak, që ka të bëjmë me tregun e bursave amerikane. Ne nuk e replikojmë dot çfarë do të bëjmë, por ndoshta në një reformë në të sens e tregut bankar apo në tërësi nxitje nga ana qeverisjes për përdorimin e atyre depozitave që me aq shumë lavdërojnë që janë në bankat shqiptare në shifra të frikshme dhe që aq shumë i trumbetojnë si tregues të soliditetit të tregut bankar, le të vendosin në qarkullim. Dhe ishte kërkesa e parë. Mos merren me atë nenin 72 të propozimit të ri ligjor për të mbrojtur guvernatorin e Bankës së Shqipërisë nga armiqt paqartë rus ose iranian në këtë rast ku diun ku do i gjejnë, por të reformojnë tregun bankar që ky dinamizmi i shqiptarëve, që është një popull punëtor dhe që ka treguar që e don shumë kapitalizmin, pra biznesin, do ja marrë një dorë.